Ju ngjatjeta të nderuar, kush e kontrollon Kazakistanin nuk e kontrollon vetëm një vend të madh dhe të pasur të Azisë Qendrore, por prek zemrën e gjithë Euro-Azisë. Ndër stepat e pafundme të këtij vendi fshihen triliona dollar pasuri, naft, gaz, uranium, minerale të tjera të ralla dhe natyrisht korridore strategjike që lidhin Kinën, Rusin, botën turke dhe këndej Evropën. Dhe pikërisht për këto arsye, sot mbi Kazakistanin po zhvillohet një lojë e madhe gjeopolitike, shumë më e madhe, aktuale, e ndezur që po ndezet edhe më shumë, se sa shumica e njerëzve e dinë dhe e kuptojnë. Dhe në qendër të kësaj betejë, që po ndizet ditë e më shumë, janë Turqia e Erdoganit dhe Izraeli i Netanyahut. Për Turqinë, Kazakistani nuk është vetëm një partner i rëndësishëm strategjik. Ai është si një pjesë e një ëndre historike dhe qytetërimore, civilizuese turke që shtrihet nga Anadoli deri në zemër të Azisë Qendrore atje në kufijtë e Kinës. Erdogan po mundohet të ringjallë idenë e botës turke, duke ndërtuar aleanca kulturore, ushtarake dhe ekonomike me popull turq të Azisë Qendrore. Por, në ndërkohë, Izraeli ka hyrë thellë në ekonominë, teknologjinë dhe sektorët strategjik të rajonit e sidomos të Kazakistanit. Sot në Kazakistan po zhvillohet një betejë e heshtur, ta quaj e heshtur, për ndikim, për pasuri dhe për kontroll strategjik, larg kamerave të botës, e ndoshta edhe larg ligjëratave dhe videove të mia. Jo për shkak se nuk e kam ditur, jo për shkak se nuk jam duke i përcjellur këto ngjarje në Azinë Qendrore, por natyrisht për shkak të hapësirës, kohës, mundësisë që t'i përgjigjem të gjitha ngjarjeve e të rëndësishme që po ndodhin në botë. Megjithatë, sot i erdhi rendi. Në videon e sonte, pra, do të dëgjoni fakte dhe analiza që rrallë herë janë diskutuar së paku deri më tani publikisht. Pyetjet që do t'i shtroj, si zakonisht që e bëj, në fillim të videove janë me sa vjen. Pse Kazakistani është kthyer në një nga rajonet më të rëndësishme sot të planetit? 2. Si po përpiqet Turqia të mos mbetet e izoluar nga të gjitha anët, duke ditur se ka përpjekje globale që të rrethojnë Turqinë dhe të ngulfasin ditë e më shumë? 3. Pse Izraeli ka investuar aq fuqishëm në atë hapësirë? Dhe 4. Çfarë është roli që po luajnë Rusia, Kina, Azerbajxhani e sidomos korridoret energjetike që kanë dhezur lojën në përmasa të paparashikueshme deri më tani. Dhe kjo nuk është thjesht një histori e një shteti të largët që do ta dëgjoni sonte. Kjo është historia e një përplasjeje të re globale që mund të përcakton balancën e ardhshme të fuqisë në Euro-Azi dhe jo vetëm aty. Po e nisi me elemente historike, për të kuptuar më mirë të tanishmen dhe për t'i nxjerrë jo pastaj nuancat e nevojshme për të kuptuar edhe më mirë se çfarë mund të ndodhë nesër në këtë rajon, në Turqi, do të prek Ballkanin, gjithsesi lindjen e mesme
për shkak të Izraelit aty i interesuar për Kazakistanin dhe natyrisht do të prek edhe interesat europiane e në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Leximi i historisë si një mësim nga e kaluara për ta përpunuar sot në mënyrë që të ndërtohet ideja dhe e ardhmja më e mirë është metodik kuranore, të cilën e porosit Islami, që të merret mësim nga historia në mënyrë që të mos pasohet sërish, në mënyrë që të mos përsëriten gabimet e popujve, kombeve, shteteve, të cilat i kanë pësuar përgjatë historisë të tyre. Çfarë janë lidhjet e Kazakistanit me Izraelin? Ose pyetja tjetër, përveç atyre që i shtrova pak më lartë, si arriti marrëveshja e Abrahamit në kufit e Rusisë dhe si e ka përjetuar Rusia marrëveshjen e Kazakistanit që është duke trokitur në dyert kufitar të Kremlinit. Po e nisi me histori pra. Në dhjetor të vitit 1991, këtë histori mund ta din edhe ata të cilët e kanë një mosh dhe kanë jetuar në kohën kur Bashkimi Sovjetik ende ishte superfuqia e dytë, kryesorja, konkurrente e bllokut perëndimor me krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, në dhjetor të vitit 1991, Kazakistani ndahet nga ish Bashkimi Sovjetik si rezultat i shpërbërjes në fakt të Bashkimit Sovjetik dhe bëhet një shtet i pavarur. Një vit më vonë, do me thonë, në vitin 1992, presidenti i atëhershëm i këtij vendi, Nur Sultan Nazarbayev, fillon hulumtimin e gjetjen e rrugëve për ta drejtuar ka sistemin ndërkombëtar, që të njihet dhe promovohet si shtet i pavarur dhe të fillon rindërtimi i shtetit, që ai në atë mënyrë që ai të sundonte sa më gjatë dhe të ketë sa më pak kufizime të mundshme në pushtetin e tij. Ndër synimet kryesore të Nazarbayevit në fillim të viteve kur u krijua Kazakistani ishte arritja e marrëveshjeve bilaterale me interes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, derisa Nazarbayev ëndronte këtë, kombet perëndimore shikonin nga një perspektivë tjetër. Kombet, shtetet perëndimore të eksaltuara fillimisht nga rënja e komunizmit dhe shpërbërja e Bashkimit Sovjetik, tani filluan të drejtojnë vëmendjen e tyre drejt diçka tjetër, jo drejt asaj që e kërkonte Nazarbayevi dhe vendet e tjera të Kaukazit dhe Azisë Qendrore që fituan pavarësi pas shpërbërjes së Perëndërisë Osmane. Ku i kishin drejtuar syt shtetet evropiane? Drejt infrastrukturës bërthamore dhe ushtarake të lënë pas nga sovjetikët në disa vende të mëdha, siç ishte Ukraina dhe Kazakistani. Për atë se si e ka dorëzue arsenalin bërthamor, Ukraina e kam shpjeguar në video të tëra. E kam analizuar edhe si gabime strategjike që ka bërë Ukraina, si detyrime që i janë bërë asaj dhe kam tërhequr më pastaj vija krahasuese me dorëzimin e armëve të UÇK-s, pas përfundimit të luftës në Kosovë dhe dorëzimit të armëve bërthamore të Ukrainës në kohën kur e fiton pavarësinë. Kështu,
pothuaj se brenda natës. Pasi Kazakistani e fiton pavarësinë nga Moska, ky vend papritmas, edhe njerë po them, brenda natës, bëhet fuqia e 4 në botë bërthamore, më e madhja. Edhe për nga numri i kokave bërthamore, edhe për nga numri dhe llojet e armatimeve që kishin mbet në Kazakistan. Kazakistani tani kishte në dorë hiq më pak se 1400 koka bërthamore të epokës sovjetike, përveç shumë bombarduzve me rreze të gjata veprimi, raketave lundruse në ujë, oqeane, si dhe ato kundër ajrore, si dhe trashëgoi i Kazakistani, një vend u bë, sepse ishte vendi më i madh i testimit bërthamor në botë. Gjatë Bashkimi Sovjetik, si në kohën e Nikita Hrushqovit, si të Stalinit në fillim, si më pastaj ato testimet e armëve, e sidomos të armëve bërthamore, janë bë në rajonin e Kazakistanit. Kazakistanit tash, pas pavarësisë, buk s'ka pas me hangër ndoshta, po bëhet vend bërthamor. Çfarë ndodhi? Sekretari i atëhershëm i shtetit të SHBA-ve, James Baker, del me një qëndrim të fortë, ndoshta kërcënues dhe të palëkundur, se duhet të zotohen këto shtete që të bëhen jo bërthamore në këmbim të njohjes së pavarësive të tyre. Livrit 4 muaj pastaj. Nazarbajevi në këtë kohë fillimisht e kishte konsideruar këtë thesar, mbajtjen e kokave bërthamore, si një burim force dhe influence për vendin e tij, por në fund dorëzohet presionit amerikan dhe njofton marrëveshjen e tij për qarmatim bërthamor në vitin 1992. Në pranverën e vitit 1992, fillon të përhapen një valë thashëthemesh të cilat pretendonin se Irani kishte ble 2 koka bërthamore nga Kazakistani. Nëpërmjet kujt? Nëpërmjet agentëve rus. Këtë lajm atë botë e pati publikuar e revista e njohur gjermane Stern. Me njëherë pasi botohet ky lajm, të nesërmën The New York Times boton një artikull tash në versionin e tij proklamues dhe lajmërues për rrezikun, edhe e shton se një oficer i lartë rus ka konfirmuar informacionin, duke deklaruar në artikull The New York Times se 3 bomba bërthamore ishin zhdukur nga arsenali i ushtrisë së kuqe në Kazakistan. Teksa po flasim për bomba bërthamore, zhdukjen e 3 bombave, pretendimet se 2 ose 3 prej tyre i kishte ble Irani, ky lajm në Evropë, në përgjithësi në botën perëndimore, shpërthen si shpërthimi i një bombe bërthamore. Si është e mundur që Irani të ketë në dorë armën bërthamore, në kohën kur lufta me Irakun, pretendimet ekspansioniste në lindjen e mesme, armiqësia e vazhdueshme me Izraelin dhe shpalljen e Izraelit dhe të SHBA-ve si djalli i vogël dhe djalli i madh. Megjithatë, pas 3 dite, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e konfirmon se këto lajme kanë qenë të rreme. Megjithatë, lajmi
se kanë humbur koka bërthamore dhe se Irani i ka ble ato në qarqe evropiane dhe perëndimore në përgjithësi edhe më tutje po e qëndronte si një frikë dhe shqetësim i lahtarshëm për shoqëritë perëndimore. Po atë verë, Nazarbayev për ta hek këtë frikë nga Evropa, tek e cila e shehte ardhmërinë fillimisht me njohjen e Kazakistanit, Nazarbayev e nënshkron protokollin e Lisbonës dhe traktatin START, se braktis armët e tij bërthamore, se është i gatshëm të pranon komisionet e jashtme për numrimin, verifikimin e çdo gjaje që lidhet me armët bërthamore dhe se është i gatshëm të përmbush deri më një kërkesat e SHBA-s. Duke i dhënë fund kështu kapitullit të shkurtër të Kazakistanit bërthamor, njëjtë siç ndodh me pas përfundimit të luftës në Kosovë. Andaj e përmend analt Ukrainën, të cilën e kam shpjeguar edhe më parë. Kusht, pra, pas kështqen mund të presupozojmë se dorëzimi i armëve të UÇK-s që u pati bë pas luftës ka qenë kusht i patjetërsueshëm për njohje të Kosovës dhe konsolidimin e Kosovës si një shtet i pavarur. Vendet e Kaukazit, ne shpesh po i përmendum, më keni dëgjue, e përmendi Kaukazin, e përmendi Azinë qendrore dhe të ngjashme. Bile në ligjeratat e mia, kur flas se fokusohem në politikën ndërkombëtare, them vazhdimisht, kryesisht, përveç të tjerave Evropë e SHBA, kryesisht për lindjen e mesme, për Turqinë, Kaukazin dhe Azinë qendrore. Mlejoni këto një 2-3 minuta ta shpjegoj dallimin dhe ngjashmërinë midis rajonit të Kaukazit dhe të Azisë qendrore. Rajoni i Kaukazit ndahet zakonisht në politikat marrëdhëniet ndërkombëtare në 2 pjesë. Kaukazi jugor, Transkaukazia quhet, dhe Kaukazi verior që është brenda Federatës Ruse. Cilat shtete janë në Kaukazin jugor? Janë Azerbejxhani, është Armenia dhe është Gjergjia. Po cilat shtete hynë tani si pjesë e Federatës Ruse në Kaukazin verior? Çeçenia, bajeni men, Dagestani, Ingushetia, Osetia veriore, ju kujtohet lufta e Osetis edhe e Gjergjis para do vite, ndërhyrja e Rusis aty e ushtrisë turke, e ushtrisë ruse, pastaj shtet i Kaukazit verior është edhe Kabardino-Balkania ose Ballkani Kardanik, pastaj është Karachai, pastaj është Çerkezia dhe është Adigësia. Këto shtete nuk janë të pavarura, por janë njësi federale ruse që veprojnë në një farë si do krahina autonome, si që ka qenë Kosova dhe Vojvodina në kohën e ish Jugosllavisë. Tash, Kaukazi këto, shtetet e Kaukazit qëto, Kaukazi verior dhe Kaukazi jugor. Po cilat janë shtetet e Azisë qendrore. Para se ta them miq këtë, edhe një informacion. Në librat e marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilat flasim për rajonet të ndryshme të botës, marrëdhënie ndërkombëtare të lindjes së mesme të kënej të anej, hala nuk ka
një përkufizim i 100% se çfarë quhet lindja e mesme. Cilat vende janë të lindjes së mesme. E gjejmë për shembull lindja e mesme dhe Afrika Veriore. Irani është pjesë e lindjes së mesme, është pjesë e Azisë qendrore. Pastaj Maroko a trajtohet si një problem i veçuar nga Afrika Veriore, apo si pjesë e Afrikës Veriore dhe si tërsi në lindjen e mesme. Trajtohen, se cili e ka mendimin e vetë. Unë mendoj se lindja e mesme, që më parë është quajtur lindja e largët, e që lindja e largët do të jetë Kina, lindja e mesme përfshin nga Maroko, gjithë Afrikën Veriore e deri këndej te Pakistani. Pra deri te Irani. Irani konsiderohet i fundit. Njëjtë kështu ka paqartësi në libra dhe studime të marrëdhënieve ndërkombëtare edhe për Azinë qendrore apo Azinë e mesme. Cilat shtete i përfshin, cili rajon është Azia e mesme dhe të ngjashme. Dhe kjo pastaj e krijon ta quaj problemin tjetër se cila pjesë quhet Euroazia. Dhe pse është problem sidomos te Eurazia? Sepse janë disa shtete aty, e ndërto Turqia, që dëshirojnë të njihen, të prezantohen dhe të afirmohen si qendra e Euroazisë. Turqia thot se Turqia është pjesë e Eurazisë, e çështje të tjera. Nejse, vendet e Azisë qendrore përbëhen zakonisht nga 5 republikat ish sovjetike me prejardhje turke islame. Cilat janë ato? Kazakistani, është Uzbekistani, është Turkmenistani, është Kirgistani dhe është Tagjikistani. Por cili është dallimi kryesor mes Kaukazit dhe Azisë qendrore? Kaukazi është urë lidhëse mes Evropës dhe Azisë, ka rëndësi enorme energjetike, strategjike në energji, në tubacione, përfshihet deti Kaspik aty, konfliktet Rusi Perëndim, pastaj konfliktet, marrëveshjet dhe frikat Turqi, Iran, Izrael. Po Azia qendrore është zemra e Euroazisë. Ka rezerva gjigante të naftës, harrojeni lindjen e mesme. Ka gaz, vendin e parë në botë, ka uranium, mineralet e ralla janë aty, sa për informacion se e harrojnë ndoshta. Kazakistani i ka 40%, bile thuhet në do studime 48% të rezervave të mineraleve të ralla në gjithë botën. Imagjinoni pasuri në dhjetra, jo në triliona, por në dhjetra triliona dollar. Kazakistanit, Australis, Nigerit dhe Nigeris, edhe Kines, në vitet në vazhdim mund t'ja kaloj vetëm Turqia, pasi ka zbuluar sasia enorme të theriumit, që do të jetë uraniumi i tanishëm, e uraniumi i tanishëm është nafta e kaluar. Pra theriumi të cilën e ka në dorë Turqia tani, është arma bërthamore e tanishme, nga e cila do të frikohet e gjithë bota, dhe pas së cilës do të vrapon nga rand e gjithë bota. Azia qendrore, përveç uraniumit, mineraleve të ralla, e ka dhe rëndësinë e projektit kinez Belt and Road, rrugë dhe shirit. Pastaj, rëndësia saj se është se ka popullsi, do më thënë, shumicë absolute turke, janë musliman dhe kjo e shkakton një konkurencë të madhe midis Turqisë, Kinës, Rusisë, Iranit, Izraelit
dhe natyrisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me gjithë që të vende muslimane, si këtë Kaukazi ka Azerbejgjani, ka prej tyre me pikpamje shiite, ose janë vehabite, ose të medhhebeve dhe ndasive të tjera abrakadabra në mesin e muslimanve, Turqia mundohet që ti te I kalon këto ndasi, rreziqet të cilat mund të vinë nga pikpamjet e ndryshme shumë herë armiqësore medhhebiste midis muslimanve, dhe duke kaluar mbi këto të përqendrohet mbi nervin e gjuhës, kulturës, traditës turke, sepse e ka pa, sikur me Azerbejgjanin dhe me vendet e tjera, ai damari më I fuqishëm që mund t'i lidhë Turqin me këto vende është pikërisht ndjenja, tradita dhe kultura turke. Dhe kjo e shqetëson deri dikon këtë Iranin. Azerbejgjani miq është pjesë e Kaukazit, por njëkohësisht është edhe shtet turk. Përveç, do të them, Armenia dhe Gjorgjia është aty. Azerbejgjani shtet I Kaukazit, por është me prejardhje turke. Ka lidhje të forta Azerbejgjani me vendet e Azisë Qendrore dhe në syrin e Ankaras shihet si një urë që lidh Turqin me botën turke të Azisë Qendrore. Dhe pikërisht për këtë arsye, miq, Turqia e ban Azerbejgjanin, ja ban qitelijat kur t'lun ka njëre Azerbejgjani her me Iranin atje e her me Izraelin. E përmena në status, kur e bona paralajmërimin, se që ky Kazakistani për cilin po flasëm e do të flasëm sot, me Azerbejgjanin janë dy vendet, pas shëbave që mas shumëti e kanë ndihmue me naftë dhe çka ka pas nevoj Izraelin në luftën e Gazës. Kur Turqia dhe vendet e tjera e kanë blokue Izraelin, dhe disa vende të Evropës kanë vënë disa sanksione, Azerbejgjani dhe Kazakistani kanë vepruar sikur të ishin vllazni prej një babe me Izraelin e Netanyahut. Prandaj miq, analizat strategjike e lidhin Azerbejgjanin, e konsiderojnë Azerbejgjanin si lidhja gjenetike e botës turke dhe shpesh trajtohet si zemra turke e Eurazisë dhe jo vetëm si një shtet kaukazian. Po kthena tash te tema, te Kazakistani, Izraeli, marrëveshja Abrahamit, Shebaja, Evropa dhe të ngjashme. Për ta kuptuar edhe më mirë atë që e thash në hyrje të kësaj video, se është duke u zhvilluar një luftë e heshtur e cila veç sa nuk ka eksploduar. Natyrisht për shkak të Turqisë, e cila po rrethohet ditë e më shumë dhe për shkak të pasurive të Kazakistanit, të cilat dal nga dal është duke I shti në dorë Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të treguar tani se çfarë ka bë Kazakistani dhe për t'i dhënë botës një pasqyrë se është pro-amerikan dhe është në krahun perëndimor, me 7 shtator të vitit 1992, kryeministri I atëhershëm kazakistanez Sergej Tereshinko e viziton Izraelin, duke e shënuar kështu vizitën e parë zyrtare të një zyrtari të larë kazak në Tel Aviv, dhe I konfirmon homologëve
të tij izraelit se Kazakistani nuk do t'ja shiste kur asnjë armë, jo vetëm Iranit e asesi Iranit, por asnjë shteti tjetër edhe nëse pala ruse, Moska zyrtare, do të kërkonte këtë. Dhe në atë takim të shtatorit 1992, Tereshenko thot se ne para së gjithash në politikën tonë të jashtme e kemi parasysh kujdesin tonë ndaj shtetit të Izraelit. Që atëherë lidhjet midis Kazakistanit dhe Izraelit fillojnë fort dhe mbeten fort për 34 vjet deri në ditët tona. Vite këto, gjatë të cilave astana zyrtare është bërë qeveria më mbështetëse, ndërsa Kazakistani shteti më i afërt për Izraelin në Azinë Qendrore. Këtë marrëdhënie miq japin frytet e tyra në skenën e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomatike, nuk po di me e quajt, kur me 19 janar të vitit 2026, presidenti i tanishëm kazakistanez, Kasim Jomart Tokayev, që ajo Jomart miq nuk lexohet Jomart, ai se ka emrin Jomart, po ka emrin Gjomert, ose dorlir me thënën në gjuhën shqipe. Kasim Jomart Tokayev merr ftesë nga presidenti amerikan për t'ju bashkuar Këshillit të Paqes me rastin e Gazës, sepse ka kontribu, mashallah, ballë për Izraelin në luftën shkatërrimtare, shfarosëse të Netanyahut kundër Gazës. Pranimi i shpejt tash i Tokajevit zbulon dëshiren e Kazakistanit të vazhdueshme për të qenë një ndër shtetet të cilat veprojnë në sqetullën amerikane, si dhe ishte një veprim që plotson njoftimin e Tokajevit kohë më parë në nëntor të vitit 2025 se ai ka për qëllim ti bashkohet së shpejti edhe marrëveshje së Abrahamit. Shqo, në nëntor të vitit 2025 Tokajevi thot se e kemi njetë, janë diskutimet aty mënyra se që shka fol, po e kemi njetë me hinje në marrëveshjen e Abrahamit. Marrëveshja e Abrahamit, Izraeli me tokat arabe, kanë linjën e mesme. Ai prej Kazakistanit ne po i bashkohemi marrëveshjes së Abrahamit. Dhe me këtë dëshiron që të futet në procesin e jo normalizimit, po të marrëdhënieve strategjike me Izraelin dhe nën patronazhin absolut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në 4 janar të vitit 2023, ndërsa flaka i kishte hyje me 4 dhjetor, më falni, me 4 dhjetor 2023, ndërsa flaka i kishte hyje Gazës dhe e gjithë bota po e shinte se çfarë po ndodhte, Ran Yishai, ish ambasadori i Izraelit në Kazakistan, para botës thot se Kazakistani është një shembull nga i cili dohet të mësohet, se është vend i largët që dëshiron të krijon raporte sikur të ishin fqinjësore me Izraelin dhe është një vend më kryesori në Azi i liruar plotësisht nga antisemitizmi. Ran Yishai tregon për pranin historike të hebrejve në Azinë Qendrore, një fakt që Izraelin e ka shfrytzuar vazhdimisht
dhe me mjeshtri që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. A jeni të i po elementet të cilat po i përmendi këto në raportet kazako-izraelite. Mos ndoshta ne marëm nëj mësim e kuptojmë se si hecin punët në krijimin e mitësive, e më pastaj edhe në marrëdhënie bilaterale midis kombeve dhe shteteve. Ç'është e vërteta, të nderuar miq nga kudo që po më përcjellni. Rënjet e vërteta të lidhjes hebreike me Azinë qendrore, moderne po them, çështë qysh e njohim sot, gjurmohen apo gjenden që nga epoka e luftës së dytë botërore. Atëherë kur që ky Kazakistani i tanishëm, Kazakistani sovjetik, bëhet streha më e sigurt për dhjetra mijëra hebrej që iknin nga shfarosja që e kishte nis kundër tyre nazizmi gjerman. Me rënjen e Bashkimit Sovjetik, këto lidhje më pastaj shndrohen në një mjet shumë të fuqishëm dhe të suksesshëm diplomatik, pasi valë të mëdha hebrenjësh nga Kazakistani fillojnë të migrojnë në Izrael. Dhe kështu duke krijuar lidhje familjare, kulturore, miqësore, pastaj edhe politike, diplomatike, strategjike midis dy vendeve. Ashtu siç kishin bërë më para edhe me Rusin. Sot Kazakistani është shtëpia e komunitetit më të madh hebrej në Azi. Sidomos në Azinë qendrore, komunitet kë, shtëpi kjo, e cila shërben si një urë lidhëse midis Kazakistanit dhe Izraelit. Një tjetër muhabet, që nga fillimi i viteve 1990, Izraeli ka ndihmuar Kazakistanin si një shtet i ri që po pretendon të futet të qëndroj si shtet, e ndihmon shumë në sistemin e ujitjeve. E dini, izraelitët janë të njohur, Izraeli është fuqi botnore në farna bujqësore, në këtë sistemin e bujqësisë, dhe këta e lidhin me Kaballën, e lidhin me Torën, Tevratin, e lidhin me libra të shenjtë. Është histori, kapitull në vete, me fol për atëse përse izraelitët, hebrejt në përgjithësi, janë të kyqur në 3 sfera: në banka, në patunshmëri, ndërtime qëto, dhe në bujqësi. Qëto janë 3 gjërat kryesore të njohura historikisht në duart e hebrejve. Në 90-tat pra, Izraeli e ndihmon këtë Kazakistanin në sistemin e ujitjeve, në shkripëzimin e ujit dhe në rrafshe të tjera në bujqësi. Përmes komitetit të përbashkët qeveritar, bashkëpunimi mes këtyre 2 vendeve, bashkëpunimi teknik, fillimisht evoluan në një partneritet strategjik, duke kulmuar më pastaj me vizitën e presidentit të atëhershëm të Izraelit, Shimon Peres, në vitin 2009 në Astana të Kazakistanit, dhe më pas duke u bë presidenti i parë izraelit që viziton atë pjesë të botës, dhe më pastaj në vitin 2016 Benjamin Netanyahu e viziton Astanën dhe bëhet kryeministri i parë izraelit që viziton atë pjesë. Nimrod Novik, nën kryetari i kompanisë izraelite, dëgjoni çto me vëmendje ju lutem, po flitet Shqipnia kneje, ka e shitjes e shitje, dëgjoni. Nimrod Novik është nën kryetar i kompanisë izraelite Merhav, e përmbledh në një deklaratë të tij pikpamjen e Tel Avivit për Kazakistanin.
bile e orienton Tel Avivin në raport me Kazakistanin, duke thonë se Kazakistani është një nga vendet më të pasura në botë, nëse nuk është më i pasuri, me pasuri nëntoksore dhe një nga vendet më pak të zhvilluara mbi rrafshin e tokës. Ky perceptim kësisoj, ky përshkrim i këtij Nimrod Novikut e nxit qeverien izraelite që ajo të komunikoj me lobet hebreje në botë, që të fillojnë investimet në përmasa enorme në Kazakistan dhe përveç të tjerave, me ndihmën e këtyre investimeve të jashtme, Kazakistani sot është një ndër vendet thuajse më të zhvilluara të botës, apo të jam më modest, një ndër vendet me pretendencë, me përpjekje që të bëhet një ndër vendet më të zhvilluara të botës. Në vitin 2009, në Kazakistan ka pasën që aty ofër 50 kompani hebreje, në vitin 2022, arrinën 160, sot është ofër 200 kompani hebreje izraelite në Kazakistan, ndërto ofër 30 janë kompani gjigante, miliarda dollar. Pse po ndodh kjo? Sot flitet për balanca 10 miliarda dollar midis dy vendeve. Izraeli eksporton atje teknologji dhe importon 1/4 e nevojave të vetes me naftë nga Astana, ku nafta e Astanës rrjedh nga tubacionet e detit Kaspik në portet ruse dhe preandej në rafinerit izraelite. Një ndër problemet kryesore ka qenë ose kërkesat kryesore ka qenë që nafta e Azerbejxhanit dhe e Kazakistanit që shkon për Izrael të mos kaloj në për tubacione që kaloj në për Turqin, por të shkojnë ka deti Kaspik atje nalt, të deti i zi dhe me pastaj në portet apo këto rafinerit izraelite. Kazakistani pra renditet i dyti midis furnizuesve të naftës për Izraelin midis nëntorit 2023 dhe dhjetorit 2025 gjatë luftës së Gazës me njëherë pas Azerbejxhanit. A thash në fillim aty se Turkia ja bon do far cikërria të thëmë, do far gërritha Azerbejxhanit që nuk e dëgjon fort Turkien, nuk hibas nën krah të Turqies që shedo Erdoani dhe Ankaraja zyrtare. Një ndër ato gjëra me të cilat Azerbejxhani e ka shqetësuar këtë Turqien është raporti i azerve dhe i kazakve me Izraelin. Mos harroni, një numër i madh, jo i vogël, i madh, më thamë shumë i madh, i ftyrave eminente, politike, kulturore, akademike, brenda Izraelit, janë nga ata hebrejt e kazakve që kanë shkue, kanë migrue në Izrael. Për te i tregtis të nderuar, bashkëpunimi në siguri është një nga fushat më të thella të bashkëpunimit midis Izraelit dhe Kazakistanit. Që nga vitet 1990, Kazakistani ka gjetë tek Izraeli një alat të natyrshëm për t'ju kundërvën, kështu që shlidhen senet. Që nga vitet 1990, Kazakistani e sheh Izraelin si një alat të natyrshëm për t'ju kundërvën shqetësimeve në rritje nga lëvizjet islamike të Uzbekistanit, quhet IMU, dhe nga Hizbut Tahrir që vepron në Azinë Qendrore. Që ky Hizbut Tahrir është përmend edhe të do atentate të do shpërthime që u patën bohe 3-4 vitet e fundit
në Turqi atje. Por edhe e shesin një alat Izraelin për stopimin e talibanëve afgan që të mos kalojnë në Kazakistan deri para tërheqjes së Amerikës. Rryma ekstremiste e talibaniste i tendosnin ka njëherë sigurit kombëtare të vendeve të Azisë Qendrore e në rastin konkret të Pakistanit. Qëto gjëra, ekspertiza, qëto gjëra, përshka Kazakistani të Izraeli e gjon qëtë mbështetje, sepse Izraeli ka fitu përvoj, ekspertiz, edhe është boj njohër Mossadi në syt e botës, sidomos pas sulmeve të 11 shtatorit mbi ato kullat binjake në 2001 në New York. Ndërsa vendet e Azisë Qendrore kërkojnë në përgjithësi të arrijnë një ekuilibër në marrëdhëniet e tyre me fuqitë e mëdha, si një nevojë strategjike për t'ju kundërbalancuar varësisë ndaj dy shteteve Kinës dhe Rusisë, me kujdes, Izraeli e ka gjetur veten tani si një vend që mund ta këshilloj, mbështes, udhëzoj dhe ndihmoj Kazakistanin që të arrijë të lirohet nga presioni Kinës, nga orbita ekonomike kineze, nga ku nuk mund të lëviz, dhe nga presioni brenda orbitës ruse, strategjike, ekonomike dhe të gjithëmbarshme. Dhe kjo konsiderohet një qershim bitor, një fitore e Kazakistanit, sepse po lirohet, po i heket laku nga fyti, lak të cilën ja ka vendos presioni i madh ekonomik i Kinës, se vish me Kinën e ka zhvillue dhe presionet e gjithëmbarshme me Rusin. Në nëntor të vitit 2025 njoftohet pranimi zyrtar i Kazakistanit në marrëveshjen e Abrahamit. Shok në vendet arabe kundërshtuese të marrëveshjes së Abrahamit, shok në Turqi, shok në vendet e tjera. Dhe kjo ishte surpriza më e çuditshme e këtij lloji. Pasi e vendos Azinë Qendrore për herë të parë në zemrën e një harte normalizimi, që merret kryesisht me lindjen e mesme, po që e bët hajrin apo sherrin edhe në Azinë Qendrore. Që ky rezultat ishte sukses i përpjekjeve të Trump për të gjallëruar marrëveshjen e Abrahamit pas gjithë asaj që ndodhi në Gaza dhe e la në Harres. Se kush janë antarët e marrëveshjes së Abrahamit, se Arabia Saudite ka pas me nënshkrue 3 ditë para pasi filloi lufta, dhe lufta fillon në tetor në Gaza, 3 ditë para se Arabia Saudite dhe ajo ta nënshkruaj të hynë në orbitën Izraelit apo të shteteve të bashkuara të Amerikës. Kur bëhet që kjo? Bëhet kur e thot që ky Tokajevi këtë muhabet se po hin marrëveshjen e Abrahamit, kur ju kujtohet ky Donald Trump i mbledh lideret e C5+1 të shteteve aziatike në shtëpinë e bardhë. Edhe aty Trumpi e përshkruan si një bisedë e shkëlqyer që ka pas gjatë atyre momenteve midis Netanyahut dhe presidentit kazakistanez Tokajev. Sido që tjetë. Me pranimin e Kazakistanit në marrëveshjen e Abrahamit bëhet vendi i parë jashtëlindjes së mesme
dhe të Afrikës e Veriut, që ju bashkua kornizës së Abrahamit, dhe 2 vendi i parë me shumicë muslimane që ndërmerr këtë hap pas shpërthimit të luftës në tetor të Gazës në tetor të vitit 2023. Ka shumë gjana të cilat mund të fliten edhe do të fliten, po shkoj të Turqia dhe Kazakistani tani, me që edhe ashtu e nisa temën rrezikon. Para se të nisi atje, është problem serios rruga e mendafshit që po e përmeni une, prej Kinës me dalë ka Evropa. Do të kalon në përmes që atyre shteteve. Amerika është fut të koridori i Zengazurit me marrë në kontrol. Koridori i Zengazurit të Armenia, Turkia, Irani që aty. Me marrë që atë pjesë në kontrol që edhe Kinës me imshue që kiç ka pak në kokë, se malnat e tua kontrolohen këto me izën e Zotit, po edhe me indejt në balë pretendimeve iraniane që në përmes koridorit të Zengazurit që prej kufirin e Iranit të bëj presion mbi shtete, mbi këtë rrugë dhe seher ka nevoj, po pati nevoj dhe interesa të ndihmoj Kinën dhe seher nuk ka, seher ka nevoj që të ngacmoj Kinën dhe të veproj me vendet e tjera, ta përdor koridorin e Zengazurit. Shëbaja me ushtrin e vetë është futër pikërisht në atë pikë. Kazakistani, miq, është prodhuesi kryesor në botë i uraniumit. Thash, mbi 40% të prodhimit global është në Kazakistan. Pra është mesin e 8 vendeve më të pasura në botë me uranium. Kazakistani zotron kësi rezerva të mahnishme të titaniumit, të magnanit, të kromit. Dhe për Izraelin, pranimi i Kazakistanit në marrëveshjen e Abrahamit është një garanci e fortë për të pasur akses në burimet kryesore, më të mëdha dhe shumë të nevojshme për sektoret e tij të mbrojtjes dhe të teknologjisë së përparuar që i bën brenda Izraelit dhe kompanit hebreje në përbot, ndërsa për Astana e sheh marrëveshjen apo kyçjen në marrëveshjen e kësaj Abrahamit si një mundësi për të reduktuar edhe më shumë tani varsin e saj nga ekonomia e Kinës dhe varsin e saj nga ndikimi politik dhe gjithëmbarshëm i Rusisë. Shëndodhi në gjatë kësaj kohe, me 11 dhjetor të vitit 2025, Pezeshkian, presidenti i Iranit, shkon në Kazakistan, ja tregon shqetësimet dhe mundohet Irani, Pezeshkiani, që duke i ditë rrjedhat politike që shposhkojnë ka jugu, të krijoj koridore transportit të mallrave të veta, sidomos të naftës, në përmi rrugën e mendafshit në Kazakistan dhe të shkojnë andej ka Rusia e largët, Japonia, Kina dhe vendet e tjera të Azisë së largët. Raportet midis Turqisë dhe Kazakistanit në fund të videos janë ndër më strategjiket në gjithë botën turke mbi 330 milion banor. Për Ankaran, Kazakistani nuk ka thjesht një partner ekonomik, por është nyja kyçe kryesore e projektit të madh euro-aziatik, numër 1, dhe e dyta e projektit të madh të ardhjes apo realizimit të ëndrrës së Erdoganit dhe kombit turk, që të gjitha këto vende dhe kombe turke të bohen në një flamor.
E kam shpjeguar ma shumë se njëherë, ndjes që po e përsëriti këtë fjali e kam shpjeguar, për t'ju të reguar se është një video në kanalin tim që e kam bë, pikërisht për përpjekjet e Turqis për të bashkuar me 330 milion turq. Unifikimi alfabetit është bë, unifikimi i abetares, unifikimi i kulturës, me 10.000 student nga vendet si Kazakistani dhe vendet e tjera të Azisë Qendrore studiojnë falas në Turqi. Turqia ka hap institucione arsimore, edukative, kulturore, Yunus Emre, Marif dhe të ngjashme në ato vendet të botës, dhe vazhdimisht Erdogan e përmend atë fjalin e tij që është bë logo e tij sa i përket asaj pjese të botës, një këmbë shumë shtete turke. Përveç kësaj dëshire që e ka Turqia me Kazakistanin, në pyetje është energjia edhe korridore strategjike. Meq, Turqia dëshiron të bëhet korridori strategjik kryesor midis Azisë dhe Evropës, të lidh detin Kaspik me Mesdheun dhe Evropën. Kazakistani, e thash, e ka naftën, e ka gazin, e ka uraniumin, mineralit e ralla dhe të tjera. Turqia dëshiron që të gjitha këto të kalojnë në përmes tokën e saj. Përveç kësaj, Ankaraja zyrtare dëshiron që këto burime, një pjesë e madhe e tyre, të ndalen, së të mira, nën toksore, mbi toksore, të ndalen në Turqi dhe aty të përpunohen dhe jo të mbeten vazhdimisht në kontrollin rus, kinez apo Izraelit. Turqia në këtë pikë e sheh Izraelin jo vetëm një konkurrent, por një shtet shumë i rrezikshëm. Izraeli po ndërton ndikim ekonomik dhe strategjik në investime të mëdha në energji në Kazakistan, pa të cilën nuk mund të nxirren as mineralet e ralla e as bujqësia e Kazakistanit. Ka investime mahnitse në teknologji, në bujqësi, siguri kibernetike, inteligjencë dhe natyrisht mbrojtje, pikë kjo e cila më së shumti e trishton Turqinë. Në disa qarqe të ndjeshme dhe analitike turke, Izraeli po ndërton elit ekonomike dhe teknologjike të lidhur që e lidh Izraelin, Tel Avivin, jo vetëm me Kazakistanin, por në përmes Kazakistanit me vendet e tjera të Azisë Qendrore. Dhe kjo nga Turqia shihet momenti më i rrezikshëm, të cilën me asgjë deklarohet se nuk do të lejohet, për shkak se është klasifikuar zyrtarisht si depërtim strategjik i Izraelit në oborrin e ndjeshëm turk. Me këtë fjali të fundit, dua të them se Turqia vazhdimisht është duke e ndjerë, flitet në për emisione televizive, her ftyrat e njohura të politikës turke, se Turqia po përballet me një rrëthim gradual nga perëndimi, Greqia, Çipro, Franca dhe Izraeli, nga jugo afrimet izraelito me vendet arabe, me marrëveshjen e Abrahamit, dhe nga lindja dhe verilindja ndikimi rus dhe kinez në Azinë Qendrore, që duke e thelluar ndikimin e vet Izraeli edhe në ato pjesë të Turqisë, në ato pjesë të Azisë Qendrore, Turqia të ndjehet e bllokuar nga të gjitha anët, përveç nga ana qiellore. Miropafshim.